Shqiptarët i gjenë sot të vendosur kudo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vendin dhe kombin e lirisë, ata kanë mundur të ndërtojnë një të ardhme, por pa humbur të shkuarën e tyre. Mos me këshyr, çka mund shqiptarët me ban për mua, por unë çka mund bëj për shqiptarë. Nëse ne nuk duhemi dhe nuk nderohemi, kush do të na ndojë dhe kush do të na nderon? Pas brezave që lindën dhe u rritën fëmijët, sot akoma ruhet tradita. Kam gjak shqiptar. Ish flamuri kombëtar që e ban me krenari. Të celebrojnë kuqëzia është një ndjenjë që s'di se ta përshkruash, është një ndjenjë gëzimi e papërshkrueshme. Njerëzit këtu kanë nevojë të flasin me dikën, flasin në gjuhën tyre. Kjo abetare është shumore dhe është bërë abetare amalgimtare. Nëse ne nuk e përkrahim për mirë njëri tjetrin, kush do të na përkrahë? Do jem kampion shqiptar. Një histori lidhjeje me vendbanimin e ri në tokën e mundësive dhe ruajtjen e rrënjve identitare shqiptare. Kjo është historia e tyre. Të dielën, ora 20:05 në ekskluziv, Shqipëria e vogël.